Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra, gazeta Diellim Mbar, vatranët shqiptaro-amerikanët përkujtojnë me nderim, respekt dhe vlerësim patriotin e shquar, vatranin e përkushtuar, aktivistin e flak të çështjes kombëtare, adetarin fisnik Zef Balaj. 3 vite pas largimit, zemërbardhi, shpirtmarrdi Zef Balaj i mungon shumë familjes së tij, kujdoj që ka njohur e bashkëpunuar me të. Zef Balaj la gjurmë të parrushme në kujtimet të pashlyeshme në mërgatën shqiptare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi në të gjitha proceset patriotike të diasporës, lëvizjet politike, demonstratat, protestat, qëndrimet e komunitetit, tubimet, organizimet, ndihmet për komunitetin e kombit shqiptar, për 60 vjet Zef Balaj ishte aty duke kontribuar e dhuruar për kombat dhe flamur e komunitet nga Washingtoni, institucionet e Shtetit Amerikan, dhe Liga Shqiptaro-Amerikane, Kisha Katolike, institucionet arsimore e deri tek Vatra. Zef Balaj kontribui me shpirt pa u ndalur për asnjë moment. Zef Balaj ishte fisnik, vizionar, besnik dhe adhetar. Zef Balaj la pas një emër të mirë, të nderuar, një trashëgimi të shkëlqyer familjare, komunitare dhe adhetare. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra i ka kurduar zotit Zef Balaj titullin nderimi senatori përjetshëm i Vatrës me motivacion, shembull i adhetarit vërtet, antarit të denjtë të federatës, kontribuesve primtari pa lodhur, pamjeshti të mballë mbi të gjitha njeriu të mirë. Presidenca e Republikës Shqipërisë e ka nderuar patriotin Zef Balaj për veprimtari patriotike merita veçanta adhetare me titullin e lartë kalorës i urdhrit Skënderbeu.